qysh mundet dikush me e ditë se a është zemra e tij në rregull, a është e gjallë, a është e shnosh, a është e orientuar dhe e drejtuar si duhet. Thot prej shenjave është që kur njeriu gabon e bren ndërgjegja. Do thonë e ke bën një gabim se sikur se e dim, mendoj e kemi të qartë, nuk mundet dikush me thonë Islami kërkon prej neve me u bë të pagabushëm. Nuk e kërkon se është e panatyrshme. S'mundet njeri me u bë i pagabushëm. Po Islami prej neve kërkon që kur gabojmë me u kthy. E zemra e shnoshë dhe funksionale është ajo zemra e cila kur gabon njeriu se lën rahat derisa të mos pendohet. Qofta i gabim në raport me Allahun, qofta i gabim në relacion me njerëzit. E ofendove dikan ose ja bane një të keqe ose një dam ose kështu me radhë, nuk bëhesh rahat derisa të mos i kërkosh falje atij personi. Tjetra, zemra e cila nuk lodhet duke e kujtu Allahun fuqiplot. Zemra e cila nëse e ka një i thojnë wird, e ka një pjesë të dhikrit gjatë ditës, me me i kalu e njën vetën keq, sikur se me met pa hongër buk. Dhe më thonë, e njën vetën keq pse i ka ik. Zemra e cila e njën vetën mirë dhe komod në ibadet. Dhe thonë, namaz e njën vetën mirë, knaqët namaz, knaqët në ders, në ligjerat, knaqët kur agjeron, na file ose kështu me radhë.